Muzeu Mobil Luftrat e Çanakkale-s, i cili ofron shfaqje digjitale, përmban objekte, veshje dhe gjësende të tjera nga luftrat e Çanakkale-s, ka hapur dyert për vizitorët në sheshin Iliria në Tetov. Njëri nga organizatorët e këtij projekti, Nexhmi Xhan Akyıldız, deklaron se ky muze mobil sillet për të 500 vit me radhë në Ballkan dhe synon t'i njohë më tepër vizitorët me luftrat e Çanakkale-s. Akyıldız deklaron se Muzeu Mobil sot dhe nesër do të qëndrojë në Tetov, ndërsa në ditët në vazhdim në qendër Zhup, Ohër dhe qytete të tjera. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi. Në këtë muze mobil ka 7 vitrina, në të cilat tregohet në mënyrë kronologjike historia e Çanakkale-s. Në vitrinën e parë tregohet për Osmanlit, në pjesën e dytë tregohet ushtria dhe veshja, në vitrinën e tretë tregohet për armiqt, në pjesën e katërt tregohet pjesa e detit, betejat fituese, në pjesën tjetër paraqitet fitoria në rrugë toksore, ndërsa në pjesën e fundit paraqiten udhëhecit. Gjithashtu ka dokumente në dorëshkrim, po ashtu në këtë muze prezantohen dhe artefakte dhe sende të tjera me vlerë që i kanë gjetur pas luftës. Përndryshe, më 25 prill 1915 do të zhvillohej njëra ndër betejat më të përgjakshme deri atëherë, e quajtur Beteja e Çanakkale-s. Babai i Turqisë moderne, Mustafa Kemal Atatürku, e komandonte divizionin e 19 të redifëve shqiptar, që ishin me shumicë nga trojës shqiptare, si nga Presheva, Kumanova, Shkupi, Manastiri, Ohri, Peja, Gjakova, Vlora, Elbasani dhe të tjerë, ku e kalonte numrin prej 25.000 ushtarëve vullnetar. Beteja e përgjakshme e Çanakkale-s do të përfundonte më 9 janar 1916, kur anglezët dhe francezët e kuptuan se këtë betejë të madhe kolonialiste nuk mund ta ngadhënjenin dhe me turp dhe humbje të mëdha tërhiqen nga Çanakkaleja dhe ngushtica e Dardaneleve. Sipas disa statistikave, në betejën e Çanakkale-s morën pjesë mbi 500.000 ushtar, nga të cilët jetën e humbën 200.000 prej tyre.